Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja i ka cilësuar si akte të qëllimshme ato që çuan në zjarre të mëdha në Lezhë të shtunën, duke bërë që të rrezikohen edhe banesa. Në një reagim në rrjetet sociale, Manja, që është edhe deputeti i këtij qarku, shprehet se nuk bëhet fjalë për incidente, por për akte kriminale që dëmtojnë natyrën, imazhin turistik dhe të ardhurat e familjeve lezhjane. Ai apelon që policia dhe institucionet të reagojnë dhe të hetojnë menjëherë për autorët. Koha për veprim, mbrëmbi 15 vatra zjarrit dogjën Lezhën, kërcënuan banesa dhe jetën e njerëzve. Nuk janë aksidente, janë akte të qëllimshme kriminale që dëmtojnë natyrën, imazhin turistik dhe të ardhurat e familjeve lezhjane. Këto zjarrvënie të përsëritura nuk mund të tolerohen më. Policia e shtetit në Lezhë dhe institucionet duhet të hetojnë menjëherë, të identifikojnë dhe të ndëshkojnë autorët, mjaft më me heshtje dhe justifikime. Një falënderim i sinqert për të gjitha shërbimet e emergjencave civile të Bashkisë Lezhë dhe për çdo qytetar lezhjan që çdo verë përballen me sfidën e zjarrvënies kriminale. Ju jeni fytyra e qytetarisë dhe përgjegjshmërisë. Ata janë dora e krimit që nuk e do Lezhën. Ne nuk do ta lëm Lezhën të digjet më nga duart e të papërgjegjshmëve. Ne do t'ia dalim. Ata do të marrin ndëshkimin e ligjit. Koha për veprim është tani, për Lezhën, për turizmin, për të ardhmen, shkruan ministri Ulsi Manja në reagimin e tij.